Mirëmbrëma të nderuar shikues. Qershori përcakton fatin e rrugtimit të korridorit 8. Autostrada Shkup-Blac-Kangec, rruga Tetov-Prizren po ashtu. Për të kuptuar detajet e këtyre 3 projekteve më të rëndësishme kapitale në vendin tonë, për të kuptuar edhe për gjëra tjera që diskutohen për Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, e ajo që qarkulloi ditëve të fundit edhe si lajm për ta sqaruar atë që 9.000 euro janë shumë apo nuk janë shumë për të hetuar, por këto dhe gjëra tjera ne sonte do të bashkëbisedojmë me zëvendës Ministrën e Transportit dhe Lidhjeve, zonjën Kaltrina Zekolli Shaqiri. Mirëmbrëma zonja Zekolli, mirë se erdhët. Mirëmbrëma kolegë, mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën. Po e filloj me këto problemet e fundit që u shfaqën në Ministrinë e Transportit, sidomos me korridorin 8, do thot janë një sër problemesh dhe polemikash për cilën keni qenë në pozicion që është dashur edhe të ballafaqoheni edhe me mediat edhe me presionin e qytetarëve. Po e nisim me këtë që u pendua që zgjodhet Ministrinë e Transportit apo thon ndryshe, a është e vështirë do thot fat ose fatkeqësi që ju ra në hise transporti? Faleminderit për pyetjen. Kur merr një përgjegjësi të këtij niveli, nuk ka hapësirë për pendim. Si çdo ministri dhe në Ministrinë e Transportit kemi sfida me të cilat ballafaqohemi. Problematikat për hir të së vërtetës më shumë janë ato të cilat i kemi hasur dhe janë akumuluar ndër vite, pak a shumë si në fillim që i përmendet disa prej projekteve, shumica prej tyre janë projekte që datojnë me dekada, shumë herët. Dhe të gjitha këto janë akumuluar dhe normal aty ka patur shumë gjëra të cilat janë lënë ashtu një kohë të gjatë pas dore dhe tani ne po mundohemi që ti rregullojmë. Unë nuk mendoj se duhet të ndjehem fatkeqe pse jam në Ministrinë e Transportit. Kjo më jep edhe më shumë mundësi që të tregoj përgjegjësi, ta marr me seriozitet këtë punë edhe të mundohem që të gjej një zgjidhje afatgjate për këto projekte. Tani, nëse marrim dhe bëjmë një paralele krahasuese para se ju t'jeni në Ministrinë e Transportit ose para se të vije kjo qeveri në detyrë, nëse ke shkruar në Google ose kudo ke kërkuar korridori 8, kanë dalë titull lajmesh që projekt strategjik, projekti ose investimi më i shtrenjtë që po bëhet në tërë historinë e vendit, e kështu titull lajme. Sot 2 vite më vonë, kur shkruan korridori 8 për kërkuar diçka për këtë projekt, vërshohesh nga titull lajmes që ndryshim i trases, largim nga puna të punëtorëve që janë të angazhuar në këtë projekt, shkurtim fondesh e të tjera. Çfarë ndodhi dhe ku është pengesa kryesore që ndëlidhet me korridorin 8 dhe në realitet 2 vite periudhë kohore, po është një ndryshim drastik mbi ecurinë e këtij projekti. Atëherë, sot paradite kishim një konferencë në të cilën përveç ne si ministri dhe të gjitha institucionet relevante, si që është rrugët shtetërore, hekurudhat, ajo pjesa infrastrukturës hekurudhore, por edhe përfaqësues të lartë të Unionit Evropian dhe bankave nga të cilat neve kemi fondet europiane të gjithë ishin prezent, në të cilën kemi diskutuar me orë për korridorin 8. Çfarë kemi hasur, si kemi punuar të 2 vite dhe çfarë duhet bërë tutje. Dhe ta them të vërtetën që është punuar shumë. Nuk e di pse këto perceptime dalin në opinion, por që në korridorin 8 është punuar shumë. Madje në vitin 2026 në qoftë se kemi bërë një analizë se çfarë ka bërë Ministria e Transportit deri më tani, deri në vitin 2026, prej momentit që kemi marrur mandatin, i kemi realizuar mbi 70% të investimeve kapitale dhe kjo tregon se kemi punuar. Në korridorin 8, në çdo segment punohet pa ndonjë vështirësi. Nuk ka pengesa, kemi ekspropriime të duhura, sot drejtori edhe tregoi që kemi edhe pjesë ku 0 pronësi kanë mbetur të pashpronësuara, punohet në teren, me shumë makineri, me shumë punëtor, edhe në stinën e dimrit është të punuar. Problematika tash në pjesën Bukojçan-Kërçov, shumë shpejt do të fillohet edhe aty, është përmbyllur tenderimi, e dini se gjithçka na varet pak nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim, edhe ata sot ishin prezent aty, do të fillohet aty me punime dhe pjesa që është diskutabile dhe në opinion që po keq përdoret është pjesa e fazës ose segmentit Trebenish-Qafthan. Në këtë segment
sot kishte përfaqësues të UNESCO-s nga qeveria, do të thotë nga Ministria e Kulturës, kishte edhe përfaqësues të Unionit Evropian ku pikërisht mireshin me këtë pjesën e mbrojtjes të zonave të mbrojtura nga UNESCO, thotë nuk ka një problematik aq sa bëhet në opinion. Ne kemi trashëguar një skicë, një projekt. Kur është bërë ajo, nuk është parapa që aty mund të ketë shumë pasuri arkeologjike, artefakte dhe nuk duhet të kalon nga e trasi. Ajo që tash është diskutabile është që a do të mbetet ai njëjti projektim ose do të lëvizet vetëm pak. Raportin e kemi në fillim të qershorit, nga UNESCO, ende nuk ka. Në maj ata do të vinë në Shkup. Përfaqësuesit e lartë do vinë në Shkup, do të takohen me kryeministrin. Në maj do të ketë takim mes kryeministrit të Shqipërisë dhe atij të Maqedonisë. Padyshim që temë do të jetë edhe çështja e trasesë, si ministri po bëjmë rikonstruimin dhe zgjerimin e pikës kufitare me Qafthanën. Ajo rikonstruimi ka përfunduar, është projekt i mbështetur nga Banka Botërore, kemi tani vetëm edhe zgjerimi ka mbetur. Do thotë që të lidhemi. Sot nga rrugët shtetërore drejtori na tregoi që ka filluar aksi që lidh do thot me Qafthanën, me Shqipërinë. Përse ne 10 milion euro kushtoi që nëse s'jam gabim. Përse ne ti bëjmë gjitha këto kur nuk duam të bëjmë një lidhje. Lidhja do të bëhet, kjo lidhja aktuale që ekziston në letër, nuk e parasheh dhe nuk e inkorporon edhe aeroportin e Ohrit, që është një lëshim që duhet që qytetarët të kenë qasje edhe tek aeroporti për të lidhur me Shqipërinë dhe ta bënë më të lehtë dhe mos ta përdorin një autostradë tjetër siç është ajo Kërçov-Ohër. Kështu që edhe këto do t'i kemi si vërejtje të inkorporuara dhe ajo më e keqja që në gjithë këtë skenar mund të ndodhë është pak të dislokohet rruga, por që do të bëhet lidhja me Strugën edhe me Trebenisht, Qafthan është e padiskutueshme. Ju mbase keni bërë edhe demantime publike, por të parët që ngritën shqetësime për këtë çështjen e korridorit 8 janë aleanca për shqiptarët e zotit Sela. Ata në një pres konferencë e kanë thënë publikisht, sepse edhe ata mbajnë përgjegjësi publike për fjalën e thënë, që iniciatorët ose porositësit për bllokimin e punimeve të korridorit 8 e pasaj edhe për devijimin e trasesë e kanë përfshirë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pra çështja dhe kjo hutia avulli ose mjegulla që u krijua mbi këtë projekt është çështja që edhe ministri i transportit të Serbisë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë të involvuar këtu sepse ka edhe deklarata publike që kanë dhënë gatje dhe edhe këtu i kanë transmetuar pra zoti Sela që presidenti i Serbisë po determinon rrugën ka do të vazhdoj korridori 8? Korridori 8 është arterja, kyça, që në lidh me detin Adriatik me detin e Zi. Do me thënë, a i ka një pozitë geostrategjike shumë të rëndësishme, a është mbrojtur nga NATO, na sjell një siguri, një zhvillim ekonomik. Këto teoritë konspirative se Aleksandar Vučić ka gish këto, për mua janë shumë të pakuptimta. Nuk e di prej nga zotri Sela i ka këto informata, nuk e di çfarë lidhja i paska me këtë botë që i paska këto informata, por absolutisht do të thotë. Po ja, ta citoj, për shembull, këtu kemi gjetur edhe fakte ku e bazohet pra zoti Sela këtë që e ka thënë. Ka konfirmuar pra personalisht ministri i transportit dhe infrastrukturës së Serbisë Goran Vesić në një deklaratë zyrtare transmetuar nga Agjencia Bullgare e Lajmeve në tetor të vitit 2024, ku thotë që e quan fitorit të Serbisë ndaj perëndimit, devijimin e korridorit 8 dhe ridestinimin e investimeve në korridorin 10 që do të lidhë Serbinë me Greqinë. Siç thot pra ministri, citoj, Serbinë e bën epicentër të rajonit. Ka rrezik të tillë? Absolutisht jo. Unë nuk për herë të parë dëgjoj këtë deklarat, por unë bazohem në ato çfarë neve punojmë çdo ditë, në deklaratat e ministrit dhe në gjithë energjinë që neve e kemi gjatë ditës për ta çuar para korridorin 8 edhe njëherë përmenda këtu kemi mbrojtje është i mbrojtur do të thotë nga NATO dhe nuk besoj që ata mund të kenë një fuqi të tillë që të bëjnë një farë devijimi të tillë, absolutisht jo. Po për çështjen e buxhetit ose financimit të këtij projekti. Ngjashëm nga oponentët tuaj politik, koordinatori i grupit parlamentar nga këtu ka thënë që ka shkurtim fondesh për këtë projekt dhe si mund ta cilësoni projekt strategjik në momentin që nuk parashihen fondet e duhura ose të nevojshme për ta përfunduar këtë projekt. Paktën për vitin 2026.
Edhe kjo nuk është e vërtet. 1.3 miliard euro kushton si projekt. Nëse keni dëgjuar deklaratat nga Ambasada e Amerikës, kanë thënë se tani ata po shohin se si punohet koridori 8 dhe sa punohet në koridorin 8. Do të thotë flasim me fakte dhe me ato që është në terren, edhe besoj që gjithë secili që i frekuenton këto pjesë, këto segmente shes se punohet. Punë po bëhet. Punë po bëhet. Neve kam edhe të dhëna të sakta. Ja, për shembull, nëse do të tregojmë sa kemi bë pagesa. Në dhjetor të vitit 2024 janë realizuar punime me vlerë 10.7 milion euro. Në dhjetor të vitit 2025 punime në vlerë 19.1 milion euro. Do thotë 9 milion euro më shumë. Mëtej, në janar të vitit 2025 9.7 milion euro. Në janar të vitit 2026 12.2 milion euro. Në shkurt të vitit 2025 8.5 milion euro. Ndërsa në shkurt të vitit 2026 13 milion euro. Dhe do me thënë kemi një rritje të dukshme. Dhe këto janë të dhëna nga enti statistikës. Dhe në vitin 2026, në si ministri, kemi paguar 3 faktura për Bechtel Enkën. Në vlerë prej 3.8 miliard denar, plus një faktur prej 1 miliard denar, që do të bëhet tani brenda javës. Do të nga buxheti i Ministrisë së Transportit për vitin 2026 janë da 6.3 miliard denar dhe me Bechtel Enkën kemi koordinim gjithmonë e them shumë të mirë. Në momentin që ata kanë kërkuar t'ju bëhet pagesa, neve ju kemi dalë në ndihmë. Këto mjete kur të harxhohen, padyshim që do të kemi edhe mundësi të tjera, do të ketë ribalans të buxhetit, nëse paraqitet nevoja për mjete shtesë, ne do t'i dalim në por që projekti Korridori 8 padyshim që është i mbështetur nga qeveria edhe do të ketë buxhet të ndarë për të. Tani nuk është korrekte, jemi konfuz vetëm ne edhe qytetarët që dëgjojnë, po ta dëgjoni edhe ju deklaratën e koordinatorës së grupit parlamentar zonjës Selina Ajdari, nëse mundet regjia materialin numër 1. Kur kishim përpara në Komisionin për Financa dhe Buxhet propozim buxhetin për vitin 2026, aty pam që janë reduktuar mjetet për koridorin 8 dhe 10D. Dhe alarmuam opinionin. Me atë që edhe alarmuam në diskutimet tona, po edhe patëm amandament konkret për rritjen e mjeteve, sepse është e palogjikshme që ti propagandon për opinion që je për një projekt, ndërkohë që nuk ke mjete konkrete të ndara, të siguruara në buxhet për realizimin e atij projekti. Mandej dolën edhe problemet që u përjashtuan nga puna, nga kompania kontraktore, disa zoti Sela kishte madje pres konferencë për këtë po. Është e vërtetë. Dhe këtu unë kam nga 6.3 miliard denar të cilët ishin aty, pra qëndronin në buxhet, ne kemi kërkuar që e njëjta shumë të rritet në 15 miliard denar. Kjo është amandamenti i Frontit Evropian. Kemi kërkuar rritjen e atyre mjeteve, sepse ishte absurde në qoftë se është prioritet strategjik i një qeverie, është e palogjikshme të mos ndash dhe të mos planifikosh mjete për realizimin e të njëjtit. E dëgjuam zonjën Ajdari, pra thatë që Fronti Evropian ka dërguar amandament ka kërkuar që të rriten në 15 miliard denar, pra financimi si pas propozim buxheti për vitit 2026. Pse nuk u pranua ky amandament? Sepse kaq buxhet për momentin mjafton, si qua dashët të dhënat, për momentin mjafton, thashë që në koordinim me Bechtel Enkën, kur atyri ju duhen ende mjete, ne u asigurojmë. Gjithashtu me rebalans, në qoftë se këto nuk do të mjaftojmë, kemi mundësi shtesë, por duhet t'ja u hek shqetësimin Frontit Evropian se mjetet për koridorin 8 janë të siguruara dhe mos ta kena të shqetësim as pak. Dhe fjalët e mia do të shifni se po, do t'ju mbajnë për fjale, sigurisht. Do të më mbani për fjale, padyshim. Për ta përmbyllur diskutimin për korridorin 8, përfundimisht për ta pasur të qartë edhe shikuesi, çfarë do të vendoset në qershor? Në qershor do të vërejtjet të cilat janë shumë strikte realisht për hir të së vërtetës të Komisionit të UNESCO-s, do të çojmë atë cilën një vendim që neve realisht duhet pak ta ndryshojmë atë projektim. Ne për momentin po shohim modalitetet të reja, opsione tjera, të cilat vetëm siç thash në fillim, nuk do të janë ndryshime drastike, nuk do të eliminohet struga, nuk do të lidhet struga, siç kemi dëgjuar në opinion, por vetëm do të jenë do të dislokim për të mbrojtur atë zonë pasi që statusi i UNESCO-s është i rëndësishëm. Kështu që pasi ta marrim raportin, pasi të mirëpret
kryeministri edhe zyrtarët e UNESCO-s, por edhe sot padyshim që edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian na ofruan edhe ndihmën e tyre për të negociuar me UNESCO-n që zgjidhja sa më shpejt të bëhet për pjesën e Trebenish-Qafta. Dakor. Çështja e autostradës Shkup-Llaç është bërë çështje historike. Pra kanë kaluar pothuajse 12 vite për shtrimin e 12 kilometrave që kurse si të bëhen realitet. Për shembull, në vitin 2014 ka filluar ky projekt, u dash të kalojnë 6 vite për të shtruar vetëm 2 kilometra autostradë. 10 kilometra kanë ngelur. Derisa ka ana tjetër, Shteti i Kosovës për 5 vite ka shtruar 65 kilometra autostradë, Maqedonia e Veriut nuk është në gjendje të përfundojë edhe 10 kilometra që kanë ngelur. Tani, qeveria e kaluar dhe arsyetimet se ata nuk e kanë bënë, ne nuk e bëjmë, tashmë jeni 2 vite në pushtet. Ju në një prononcim tuaj publik keni deklaruar që punimet do të vazhdojnë në fund të vitit. Në fund të vitit punimet nuk vazhduan. Të fillohen, në fakt. Po, dhe ju këtë keni arsyetuar për shkak të fesave të fund vitit. Tashmë jemi në muajin e 4 që kemi hyrë në vitin e këtë ekzistu që jemi 2026 apo punohet në autostradën Shkup-Llaç. Arsyetimi ka qenë se pas pjesës së përfundimit të tenderimit që e kemi bërë, është dorëzuar raporti në Bankën Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim, pasi që kemi një grant për një kredi për 166 milion euro dhe një grant për 30 milion eurosh. Ata e kanë patur fjalën e fundit të bëjnë evaluimin dhe të tregojnë se është diçka në rregull, për ndryshe do t'i rrezikonim të dyja. Shumë shpejt do të filloj. Çështja e asaj që u hap publikisht i dilem që mund të ndryshoj statusi nga autostradë në rrugë ekspres? Jo, do me thënë mbetet i njëjtë, projektimi nuk u ndryshua, dhe vërtet kam qenë pjesë e takimeve që i kemi bërë me bankën, dhe jo vetëm për projektin Shkup-Llaç, për çfarëdo projekti, në qoftë se neve ndryshojmë projektim, i humbim këto grante edhe këto kredi, dhe për mos t'i humbur, për mos filluar me riprojektim nga e para që qonë kohë dhe durimi e dini se më është i humbur, ne thamë që do ngelet ky projektim edhe pse është shumë i kushtueshëm, ashtu siç është projektuar. Në fjalën paraprake thatë që do të filloj shumë shpejt. Kur është kjo shumë shpejt? Sepse vitin e kaluar keni dhënë një datë konkrete, por tani thamë që shumë shpejt, vërtet shumë shpejt. Nuk mund sepse kështu është thënë, po kanë kaluar 12 vite dhe të më mbash edhe këtu për fjalë. Po ngjan, po si t'ju mbajnë për fjalë derisa ju nuk po jepni një datë konkrete, pak është e vështirë. Po them që është një periudhë shumë e shkurtë kohore kur do të kemi fillimin e punimeve. Vërtet. Atëherë kur e thash këtë, vërtet neve pjesën tonë e kishim të përfunduar dhe kjo është e vërteta, por që banka kishte nevojë për periudhë kohore, jo vetëm për këtë Shkup-Llaç, se gjithmonë jepet një dozë politike, mandej një gjyrë politike sepse bëhet fjalë për këtë projekt dhe vazhdon për pjesën Bukojçan-Kërçov. Njëjtën e kishin, njëjtin status, edhe ajo ishte tek Banka Evropiane për Mirë, po në programin tuaj politike keni pas këtë autostradë. Nëse kthehemi 2 vite më herët në programin e vlerës me cilin keni garuar dhe keni kërkuar besimin qytetarëve, ka qenë që mesjerash do të përfundoj edhe kjo autostradë Shkup-Llaç, e përpos kësaj është edhe rruga Tetov-Prizren, po ashtu figuron në programin me cilin keni garuar në zgjedhjet e vitit 2024. Ku kanë ngel punimet për rrugën Tetov-Prizren? Si që është për Shkup-Llaç, shumë shpejt. Koridoritet ecën mirë, vërtet. Kërçovohër, kemi bë punë fantastike që s'është bërë që sa, edhe përfundojmë në fund të vitit 2026, 3 mujorshën e vitit 2027. Për pjesën Tetov-Prizren, njëj do të paka shumë gjithçka kemi hasur në letër, por nuk ka qenë fare e lëvizur diçka prej atij memorandumi, arritëm që ta bëjmë detyrën projektuese, të përfundon detyra projektuese. Tani në buxhet ndërmarrjeve publike rrugët shtetërore kemi buxhet të ndarë për projektimin final dhe presim të hapet faza e tenderimit që të fillon projektimi për këtë rrugë. Dakor. Jemi pak larg në krahasim me Kosovën, është e vërtet, ata do të kanë ecur më para, por që neve në këtë gjendje e kemi hasur kur kanë filluar unë si vendas ministre. Çështja e vizitave që i realizoni në komuna, kur kemi hyrë në profilin tuaj të zyrtar dhe kemi parë që shumicën e vizitave realizoni në komunat që qeverisen nga koalicioni Vlen. Pse nuk i vizitoni komuna tjera?
vërtet, me gjithë respektin që e kam për ty, po me të vërtet nuk është e vërtet kjo, kështu, sinqerisht. Për shembull, mirë, dakor, për herë të fundit keni qenë në komunën e Tearcës. Nga kush qeverisit komunën e Tearcës? Po, ta shohim prej si e kom nis mandatin. Po? Unë do të thotë në fushat zgjedhore, kom qenë ajo që mi amull në komunën e Haraçinës. Edhe në komunën e Likovës. Vetëm pak, me kryetarin aktual, Ridvan Ibrahimi, me kandidatin Ish kryetarin. Po, ama në kohë ishte ende kryetar, mendoj ishte kryetar aktual. Në detyrë. Po, në detyrë, po, me kandidatin e Frontit Evropian, me kandidatin e Vlenit, kemi promovuar bashkë, madje ka qenë jo e zakont për shoqërinë tonë. Kam qenë tek Erkan Arifi në Likov. Jo, keni qenë në Likov, po nuk e keni takuar zotin Arifi. Po, jo, nëse përmendni fushatën, është periudha kur keni qenë me kundër kandidatin e zotit Arifi. Jo, rregull, po flas ku kom qenë për projektet, a ishim duke pyetja ishte pse nuk. Po, patjetër, po. Më thënë për projektin kom qenë te Erkani në Zyrë, kom dalë me Erkani në teren, kemi promovu projekte, kom qenë në Studeni Çan tek Zote e ju pa bazi, po. Po, tani, po, ju pa ba, faleminderit për ndihmën, edhe këtu pas kam qenë, se i harroj, kom qenë në Bogovin, tash disa kryetare dhe në Bogovin është fetia bazi nga koalicioni Vlen. Ka qenë kryetari i kaluar, vetëm të hyni pak në profil më herët, unë kom qenë të gjithë vërtet, sepse nuk shkaj ty për kryetarët e komunë, po ka ende se dolneni, ka ende se kom qenë gjithandej dhe nuk më ka pëlqyer kjo ndarje ta bëj, sepse ne aty kemi shkuar për projekte. Realisht nuk do duhet bëj. Për qytetarët, për banorët, tash kush e ka për momentin komunën në udhëheqje, okay, është në rregull, por ai nëse nuk do jetë, ato projekte ngelin për banorët. Kështu që me të vërtet shkoj. Mirë, para disa ditësh ne kemi pas këtu të ftuar mysafir kryetarin e komunës Likovës dhe e kemi pyet për çështjen e rrugëve lokale që po punohen atje. Dhe sipas zotit Arifi, rrugët atje po punohen nga si rezultati i kredisë hungareze dhe zoti Arifi është i pakënaqur me qeverinë dhe sipas tij zero qeveria aktuale ka investuar në komunën e Likovës. Po kjo thirrje kujt është me kredisë hungareze? Kush e ka bërë thirrjen? Këtë kanë bë, sipas zotit Arifi, kanë qenë projekte që i kanë hartuar ata dhe që kanë aplikuar dhe përmes atyre projekteve këta kanë fituar këtë grante. Kush ja ka lëshu zotit Arifi? Kush ja ka lëshu? Qeveria. Jo, thotë që qeveria jo. Tani kush i lëshon mjetet e po nga buxheti vetanak i qeverisë thotë që nuk ka asnjë investim. Komuna e Likovës do thotë duhet jemi pak më të sinqertë dhe ti pranojmë të mirat që na vijnë nga qeveria, se nuk bën të bëjmë kështu keq interpretime. Thirrja hungareze, thotë kredia hungareze është ajo shfrytzuar si thirrje e qeverisë 1 dhe 2. Komuna e Likovës ka aplikuar, nëse s'gaboj, me 3 projekte 2.8 milion euro i ka marrë. Ato të mjete, Komuna e Likovës i ka marrë nga qeveria aktuale Vlen, nuk i ka marrë nga qeveria e kaluar. Edhe këtu kemi rikonstruim të rrugëve të ndryshme, të cilat kemi dalë në teren dhe së bashkuj i kemi promovuar. Kështu që nuk është e vërtet kjo që po thoni, në qoftë sa i flet për një buxhet tjetër të ministrisë të transportit. Tani nuk po e them unë, e ka thënë zoti Arifi, unë e transmetova, nëse është e nevojshme e nxjerrim deklaratën, po e citoj. Zoti Arifi ka thënë fiks kështu, qeveria Vlen VMRO, zero investime në komunën e Likovës. Është absurde se ne nëse dikun kemi punuar shumë, kemi 306 projekte për komunat shqiptare me vlerë prej 61 milion euro, që s'ka ndodhur ndonjëherë. Dhe ne ku shkojmë, çdo kryetar komune, çdo banor është shumë mirë njohës për këtë, sepse ndryshimi po vërret dhe e keni pas se sa shpesh jam në teren dhe realisht nuk arrit të shkoj aq shumë sa punohet. Kështu që këto projekte janë vetëm prej Ministrisë të Transportit që i përmenda për Likovën. Në qoftë se ka fjalën për ndonjë buxhet të ministrisë për programin ministror, aty duhet të aplikojnë vetë komunat. Jo, e ka thënë shumë qartë sepse janë nga kredia hungareze dhe këtë kredi duhet ta paguajnë banorët që akoma madje edhe fëmijët që nuk kanë lind, dhe duhet ta paguajnë e qeveria mburret se po bën projekte derisa këto projekte janë fal kredisë hungareze për cilën ka aplikuar. Qeveria ka kaluar ta bën të njëjtën, ta arrin t'i paguan, po s'bëri asgjë. Cili është versioni më i mirë? Nëse flet për buxhetin e Ministrisë së Transportit, ne kemi mundën ata të aplikojnë. Edhe bëhet ndryshimi i programit. Ai ndryshimi i programit kalon në qeveri. Nëse kështu kemi patur ndonjë rast me ndonjë komunë tjetër, i kam orientuar se si duhet të veprojnë, edhe i kemi kaluar në qeveri. Kështu që me të vërtetë kjo nuk qëndron sipas. Dakor. Është çështje e polemikave mes juve me që jeni edhe oponent politik.
Kur jemi tek Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ju keni pozicionin e zëvendës ministres. Sa realisht pyeteni ju zonja Zekolli në këtë ministri, sepse bashkëpartiaku juaj, tani në kuadër të koalicionit Vlen, zoti Kasami në një paraqitje publike e ka thënë qartë, zëvendës ministrat nuk kanë kompetenca. Kompetencat të drejta. Edhe nuk kanë ndikim me fjalë të tjera nëse na lejohet me interpretum në forma tjera. Kompetencat dhe të drejtat e një zëvendës ministri janë të përcaktuara me ligj. Për hir të së vërtetës nuk janë të shumta, por ka të bëjë këtu edhe mundësia se si ti e menaxhon dhe si gjendesh brenda ministrisë. Nuk më përket mua tash të flasë sa unë arrit të bëj në ministrinë time, ndoshta. Po më mirë pyesim juve se sa. Atëherë okay të përgjigjem që unë mendoj që kam një komoditet dhe kam një raport dhe një respekt të ndërsjellë me ministrin aktual, Nikolovski, dhe mendoj që e kam hapësirën e duhur për çdo projekt dhe çdo nevojë që i përket të themi shqiptarëve në këtë drejtim, pasi që unë jam vi prej koalicionit Vlen. Kështu që interpretimet e tilla nuk do doja t'i komentoja, ndoshta secili zëvendës ministër flet për veten e vet dhe nuk e ka statusin e njëjtë, por unë nëse flas për veten time, unë mendoj që vërtet pozicionimi im në Ministrinë e Transportit është i kënaqshëm dhe për projektet të cilat i kam me rëndësi, i kemi me rëndësi si Vlen, unë mendoj se kemi arritur t'i lëvizjem dhe t'i ecim tutje. Dakor. Tani po kalojmë te pjesa e përgjithshme e politikës, për dallim prej diskutimit që e kishim me tekst të veçantë nga Ministria prej ku vini ju. Komuna e Çajirit jep mijëra euro në kafeteri në pronësi të zëvendës ministrës Kaltrina Zekolli Shaqiri, pa thirrje publike dhe pa transparencë, kanë qenë titujt e lajmeve që kanë vërshuar portalet dhe media të ndryshme që nga viti që lan pas. Në paraqitjen tuaj të fundit publike mbase, kur jeni pyetur për këtë çështje, mes tjerash keni theksuar se çështja e shumës për të cilën hetojeni nuk është aq e madhe sa që për ta egzageruar në atë nivel, po ju parafrazoj. Me që ju kemi këtu, për të na qartësuar, 9.000 euro janë shumë apo janë pak për të hetuar, sepse publiku pasaj e ka interpretuar dhe në fakt e ka dëgjuar këtë deklarat për ju. Tani të na sqaroni më detajisht, ku është problemi dhe për çka bëhet fjalë në lidhje me këtë çështje? Atëherë kështu, lokalin se kam stërthan, se me të vërtet kur flasëm këtë pjesën fillestare se si ka deri te pronësia që e kam fituar, është për mu emocionuse, emotive, bëhem këtë drejtim. Dhe thotë e kam trashëguar nga bashkëshorti. Në momentin që e kam trashëguar, unë nuk kam patur një funksion politik atëherë. Nuk është se unë kam bërë një abuzim sepse jam një funksionar, jo se në qoftë se nuk jam funksionar dhe unë nuk përgjigjem për ndonjë keqpërdorim. Komuna Çajirit është shërbyer në lokalin një Shllëngjbar me përmjet të klubeve sportive të cilët aty janë ushqyer. Ne kemi lëshuar për harxhimet që i kanë bërë, ata kemi lëshuar faktur dhe ata i kanë paguar të njëjtat. Tash, unë nuk kam qenë drejtuese e lokalit, kam qenë pronare e lokalit. Unë urrej të viktimizohem, edhe s'po du të sharroj tash në opinion, se në atë moment kur unë kam trashëguar, jo vetëm atë pronë, po si, du me thënë, pronat e bashkëpo, unë realisht të i ka ecë dikush tjetër dhe kanë kaluar vite tepër kur unë tek jam kyç dhe kam kuptu se s'pari kush është avokat tim. Dhe kjo është e vërteta. Po tash nëse unë këtë e them në opinion, kjo i bie se unë po dua të iki fajt, të arsyetohem, të viktimizohem dhe unë këtë nuk e bëj dot. Në qoftë se ka bë komuna ndonjë shkelje ose ne si lokal publik, lënda është hapur në Komisionin për Antikorrupsion, unë i qëndroj pas. Çdo përgjegjësie, unë i qëndroj pas. Në lidhje me deklaratën? Me deklaratën time, unë thash sepse ata që po ma bëjnë gjyqin janë Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes faqeve të tyre zyrtare, përmes portaleve të tyre, e kështu me radhë. Dhe kush po ma bën njerëzit të cilët janë të korruptuar për miliona, janë gjithandej të korruptuar në listat të zeza e kështu me radhë. Dhe po ma bëjnë mu gjyqin për 9.000 euro, do të çdo ditë ushqehen me këtë. Dhe kjo është, nuk është se unë them se 9.000 euro janë pak ose shumë. Sepse nëse janë 9 euro, dhe është keqpërdorim, po. Po dhe unë e di çka tham, le ta marrin guximin të gjitha ata që po më sulmojnë, në këto 2 vite sa jam funksionare, në qoftë se dikush, kudo qoftë,
mund të thotë që unë kërkova një shërbim, ose ata kërkova një shërbim, dhe unë kërkova të më kompenzohet në çfarëdo lloj forme, ose dhe unë kërkova një shërbim atyre, ose u korruptova në çfarëdo forme, unë atëherë e lus atë person të del publikisht dhe ta thotë. Më duket se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e beson që mund të ketë një politikan që nuk abuzon me detyrë, shkon e kryen punën, pa mendje madhësi si ata, pa keq përdorim të institucioneve dhe e shes si detyrë si vend pune, si gjithë të tjerë që i kemi. Do thotë nëse ata kanë guximin. Tani zonja Zekolli, BDI ju një mirë edhe juve edhe zotin Mexhiti. Po. Sepse buronin nga BDI-ja, për qenë korrekt me opinionin. S'kom qenë funksionar asnjëherë. Jo, nuk e pas fatin të jesh. Po nuk dhe në këtë jash fat ose rast. Po. Megjithatë, opinioni publik, ajo që ka qarkulluar të thotë në opinion publik, është flitet për një keqpërdorim që ka kaluar pa transparent. Dhe tani ju po thoni që është në proces të hetimit ky rast, dhe ju me automatizëm pra nuk pranoni ndonjë fajsi që keni të bëjnë në lidhe me këtë rast. Unë nuk ndjej asnjë fajsi. Në qoftë se procedura nuk është respektuar nga ana komunës, se ka qendash të keq shpallje kështu me radhë, atëherë i qëndroj pas çdo vendimi që do të vjen. Por që të bëhet diçka e qëllimshme, ose që unë ka ndodhur kjo situatë për arsye korruptive, unë më hoj gjithçka të tillë. Dakor, sepse përmendën pak para që po ju akuzojnë ata që në fakt akuzohen për miliona euro keqpërdorimesh, edhe publiku tani shumë thjesht edhe qartë thotë mirë, tani ata janë në opozit, nëse kanë bërë keqpërdorime të tilla, le të hetojnë edhe ata. Po janë, kanë lënë të hapura në prokurori. Kush ka lënë të hapura? E din ata kush janë, e din vetë, unë nuk jam tu për të tregu, se unë jam vetë juriste. Po. Edhe presumimi pafajësisë është parim, deri në momentin kur nuk kemi një vendim gjyqësor, unë nuk mund të flas, dhe unë gjithmonë kam kujdes në këtë drejtime, kam kujdes që mos të ofendoj askënd pa patur një fakt ose një bazë juridike, siç po ma bëjnë ata mua. Mirë. Tani kalojmë tek tema tjetër që ndërlidhet edhe ka qenë tema aktuale javëve të fundit, është çështja e zotit Haqim Ramadani, ish kandidat për kryetar komune në komunën e Bërvenicës. Për zotin Ramadani kemi diskutuar dhe folur këtu edhe me zotin Mexhiti. Zoti Mexhiti nga këtu ka thënë që zoti Ramadani ka mungesë të konsistencës politike, por shkak se nuk mundet një rond të zgjedhjeve me qenë kandidat i varur nga Vlen, pastaj rondin tjetër me qenë kandidat i pavarur, domethënë ka gjykuar për mungesë të konsistencës politike. Pak muaj më vonë, nga nëntori tash jemi në muajin prill, zoti Haqim Ramadani u shpall profesionist i vitit nga komuna e Çajirit, me theks të veçantë nga zoti Izet Mexhiti. Dhe tani kur banorët e Çajirit komunën e Çajirit e vizitojnë për shërbimet që kanë nevojë, kontrata prej 60.000 denarësh që i është dhënë honorar pra ose kontratë për Haqim Ramadanin, qytetarët kanë të drejtë të pyesin që komuna e Çajirit a është për të shërbyer banorëve të Çajirit apo e keni shndërruar në agjenci punësimi? Atëherë, unë nuk jam kryetare komunës, pikëpari, dhe nuk e sjellë unë atë vendim. Mirama, e dim se Haqim Ramadani ka një bagazh në pushtetin lokal, nëse nuk gabon ka qenë drejtor i inspektoratit komunal, pushtetit lokal, më fal, po. Kështu që ai ka eksperiencë në këtë drejtim. Ka ndodhur çfarë ka ndodhur, thatë ju që një periudhë është distancuar, mandej ato janë raporte që ai ka me kryetarin, tashmë LD-ja është shkrihet në Vlen, por e kam fjalën me kryetarin Mexhiti, dhe ato raporte ose marrëveshje se a distancon ose ai bashkohet prap, mbesin mes tyre. Ajo çfarë unë mund të them është që është pak këndshme në qoftë se ai u kandidua në Bërvenicë dhe e humbi garën, tash të kthehet si punësuar aty. Por si një kuadër i tillë, i cili i plotson kushtet edhe ka një bagazh të tillë, mund të shërbejë në komunën e Çajirit. Dhe mendoj se kjo është arsyeja pse ai është angazhuar. Nuk është çështje. Tani kur takoni banorët e Çajirit, a ju kanë pyetur për këtë çështje sepse vërtet u kriju një revoltë e madhe kolektive, për shkak se një banor i komunës së Bërvenicës vjen dhe shfrytëzon
buxhetin e komunës së Çajirit, buxhet për cilin janë taksa pagues banorët e Çajirit, edhe mbi gjitha janë këto banorë të cilët ju kanë mbështetur juve si vlen këtu. Po të kuptoj, po nuk është i vetmi që nuk është i komunës së Çajirit dhe është i angazhuar jo vetëm në komunën e Çajirit, por edhe në komuna tjera. Nuk do të thotë se duhet të jetë kjo pjesa territoriale kusht patjetër që duhet të plotësohet. Mua personalisht nuk më ka pyetur askush, ndoshta nuk ka patur mundësi. Kështu që vërtet unë mendoj që Haqimin si profesionist e vlerësoj, unë mendoj që ai mund të jep kontribut në komunën e Çajirit, ndërsa për këtë pjesën tjetër mendoj që përgjigjen duhet ta merrni tek kryetari dhe te vet Haqimi. E qartë. Çfarë pazaret natës u bën që u shkarkua kryetari i Këshillit në komunën e Sarajit? Sepse zoti Ilyas Veseli ka qenë, ju keni kandiduar, pra kandidati i koalicionit Vlene ka fituar komunën e Sarajit, në disa muaj më vonë, pra erdhë në përfundim ku një prononcim publik, zoti Ilyas Veseli tha që nuk u bëra pjesë e pazareve të natës. Është shumë termiran ky pazaret e natës, nuk besoj që ka patur një pazar të natës, ta shumë po flas në aspektin legjitim të këshilltarëve, ata kanë autonomi të plotë që me votën e tyre të zgjedhin kryetarin e Këshillit. Për çfarë arsye ata nuk kanë qenë të kënaqur me punën, rezultatin, çado qoftë veprimet e tij, ata kanë përdorur këtë fuqinë e votës dhe e kanë shkarkuar. Arsyet nuk i di, ta them të vërtetën, ndoshta është më mirë që të pyetet direkt kryetari i komunës ose edhe këshilltarët e cilët kanë votuar shkarkimin e tij. Por unë nuk mendoj që është bërë për ndonjë pazar. Dakor. Më 15 prill, ju si zëvendësministre e transportit morët pjesë në promovimin e 100 automjeteve të reja për postën e Maqedonisë, investim 1.5 milion eurosh. Disa ditë më herët, zëvendësdrejtori i postës dha në një prononcim publik tha që posta e Maqedonisë ka pësuar një humbje prej 5 milion eurosh. Tani kush e mbart fajin për këtë? Sepse aktualisht drejtori i postës është kuadri i koalicionit Vlen. Po, promovuam 100 automjete të reja me vlerë për 1.6 milion euro, furgona dhe në gjuhën e popullit pick-up që do t'i shërbejnë dhe do ta ngritin nivelin e shërbimeve që i ofron posta. Vërtet posta ka qenë e zhytur shumë keq, edhe këtë e dim edhe nga e kaluara, kemi edhe persona të cilët edhe janë dënuar, edhe ka qenë deri në fazën që ka qenë duke u privatizuar, por ne arritëm që ta mbajmë ende gjallë dhe ta mbajmë në pronësi shtetërore. Pra, to janë borxhet të akumuluara. Borxhe nga qeveria e kaluar. Nuk i ke qenë ndonjëherë në këtë Jo, postën nuk kam kryesore, pas unë fillim të raste. mandatit. Kam par video pamje që janë në gjendje shumë katastrofale brenda. Do thotë është e paimagjinueshme të punohet në ashtu kushte. Unë në fillim të mandatit pa ta shku për një vizitë dhe nuk e dija se në vendin ton posta është në atë gjendje, edhe pagat kanë qenë, më dhe punëtorët nuk kanë marrë paga me muaj, si që përmendi drejtori në deklaratën e tij, prej kur është drejtor vetëm një muaj ka pas vonesë të pagës, tani pjesa e pagesës është rregulluar, ka shumë konkurrencë jo lojale, përveç faktit që po them se janë të akumuluar ato borxhe, por ka edhe shumë konkurrencë jo lojale që po bëjnë edhe ndryshimin e ligjit për ta eliminuar këtë konkurrencë. Dje pas që kishin dhënë disa bonuse për persona që punojnë në sportele, është duke u punuar për një vend parking për të gjitha këto automjete të reja. Ama gjitha këto punë të mira kur po i përmendni, këto prapë nuk e mbolojnë borxhin ekzistues. Apo punohet që ky borxh të zvogëlohet? Padyshim që po, edhe në këtë po punohet, edhe në pjesën e rregullimit të infrastrukturës, mjeteve, pajisjeve, duhet të fillojmë prej dikund, por edhe në mënyrën se si funksionon posta. E di se drejtori është më i thirrur në këtë drejtim, po tregonte se një letër në qoftë se dërgojmë një atje tash në Maqedoninë Lindore, letra sigur të dërgohet është dikun 30 denarë nëse s'gaboj, por që posta sa rrugtimi sa kushton dikun 1500 denar për ta dërguar deri atje, kështu që sa janë ata në humbje. Kështu që ata janë duke gjetur mekanizma ligjore, sistematizim të ri të brendshëm, që gjitha këto borxhe të vinë duke u zvogluar edhe duke u përmirësuar gjendja në tërësi së pasqyra e plot për postën. Dakor. Ju mes tjerash jeni edhe profesoresh universitare, 7 marsin e këtij viti e fesuat ndryshe me hedhjen e gurthemelit për ndërtimin e objektit të ri të Universitetit Nën Tereza. Projekt
më i lartë i investimit kapital në arsim, pra 22 milion euro investim. Mirë po në propozim buxhetin për vitin 2026 janë ndarë vetëm 900.000 euro. Si keni planifiku edhe si me u shpreh me gjuhën e popullit, si ja keni nxjerrë rrecapin që ta përfundoni këtë projekt në vitin 2029 derisa ndahet kaq shumë e vogël e buxhetit. Po, është investimi i parë në historinë e shtetit tonë, ku për arsimin shqip ndahen 22 milion euro për një kampus, cilin uroj sa më shpejt ta gëzojnë studentët tanë, dhe është një prej projekteve që më bën më shumë t'i krenare, për vetë faktin që edhe leja për ndërtim u dha nga Ministria e Transportit. Këtë pjesën e tenderimit quhet një tenderim kornis, nëse nuk gabohem, dhe dallon nga procedura tjera të tenderimit, dhe këtë më ekspert janë për ta sqaruar ata që punojnë me furnizime publike. Por që sipas kësaj forme, jo vetëm 900.000 euro, por edhe sigur shuma të jetë më e vogël brenda vitit që është ndarë në këtë rast për Universitetin Nën Tereza, do të mjaftonte dhe po punohet aty në Universitetin Nën Tereza, besoj ndoshta nuk e dija e ke frekuentuar, se e di se edhe vetë në akademi, punohet, vërtet punohet. Në pas të këtij tenderimi kornis, si garancë mbrapa qëndron qeveria ose Ministria e Financave. Përderisa kemi një garant të tillë, qeverinë, këtë Ministrinë e Financave, atëherë mund të bëhet edhe një ndarje buxhetore e tillë. Por që qeveria qëndron pas që deri në vitin 2029 ky projekt ose buxheti i parapar i nevojshëm do të lëshohet edhe plus kemi ribalancin e këtu duhet ta përmendim që në bazë të nevojave do të shtohen edhe mirë. Pra jeni optimiste dhe vlerësoni që 2029 ky projekt do të përfundojë edhe me këtë avaz të investimeve. Duke i pa projekte që po i zhvillojmë, gjithmonë dalin të papritura, edhe nuk mund të them se ne tash i bëjmë magji. Dikush si ka bë me dekada, neve gjitha do t'i kemi në afatin e caktuar. Por edhe një afat shumë i vogël që shtyhet, është i pranueshëm, sepse dalin të papritura, të shumë lloj të teknikave të ndryshme, tash jam edhe inxhiniere këtu t'i sqaroj, por unë jam shumë optimiste, edhe është një ndër projektet më të rëndësishme që i kemi si koalicion Vlen, edhe besoj që duhet ta shfrytëzojmë krejt energjinë që ky projekt të merr jetë. Tani po na bie që diskutoj me juve edhe për çështje tjera, mbase që nuk janë plotësisht edhe në kompetencat e juaja. Megjithatë, qeveria ka për obligim ligjor që të publikojë gjithçka edhe në gjuhën shqipe dhe në gazetën zyrtare. Nga një publikim i deputetit të koalicionit Vlen, zotit Adnan Azizi, teksa me mburrje tregonte se si kuvendi ka zbatuar në përpikmëri çështjen e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe gjitha publikimet në gazetën zyrtare kanë qenë në gjuhën shqipe, aty pa vedije ose edhe me vedije u pa që qeveria ka 0 publikime në gjuhën shqipe në gazetën zyrtare. Ju jeni pjesë e kabinetit qeveritar, pse po ndodh kështu? Informatën që e kam është se kështu ka qenë gjithmonë, jo se kështu ka qenë edhe tash neve duhet të vazhdojmë kështu, asnjëherë s'do ta marr si arsyetim, veç sa për ta elaboruar, kështu ka qenë gjithmonë. E di se është bërë një lëshim për cilin kabineti i kryeministrit është i angazhuar së bashku me drejtorinë e gazetës zyrtare dhe shumë shpejt kjo gjendje, kjo situatë do të eliminohet ose do të përmirësohet edhe do ta kemi edhe në gjuhën shqipe. Ku shumë shpejt? Nuk kam një informatë vërtet, por e di se po punohet që ky gabim teknik të korrigjohet. Në nënshkrimet i kanë mbledhur në ligjëratën time dhe koalicioni Vlen i mbështet studentët shqiptar në të drejtën e tyre për provimin e jurisprudencës 100%, me mbështetje të plotë absolute, keni deklaruar në një paraqitje tuaje më 12 prill në një medium të Shqipërisë. Derisa studentët i kanë mbledhur në nënshkrimet në ligjëratën tuaj dhe ju keni deklaruar se koalicioni Vlen i mbështet studentët. Nga ana tjetër, kemi 2 momentume. Studentët ngritën një iniciativë, një rezolut në kuvend, dhe asnjë nga deputetët e koalicion Vlen nuk e nënshkruan atë rezolut. Studentët këtë kërkesë e manifestuan edhe me protest. Asnjë funksionar dhe asnjë zyrtar i koalicionit Vlen nuk ishte pjesëmarrës në protest. Si mund na përktheni e të na tregoni më qartë e më detajisht çfarë është mbështetja për juve, derisa as nuk keni mbështetë rezolutën e as nuk keni marrë pjesë në protest?
është e vërtet që kanë qenë në ligjëratën time, edhe ata vetë mund ta dëshmojnë këtë, edhe nuk kam hezituar fare që ti mbledhin atë nënshkrime, duke lënë anash fare politikën, por thjesht si profesoresh e tyre, për një të drejtë që edhe mua dikur më është mohuar, sepse nuk e sollëm në këtë problem, po e gjetëm. Dhe prap nuk dua të jetë kjo arsyetim, po kjo është e vërteta. Studentët i përkraje, pa dyshim, ndoshta përkraja duhet të merr kahje tjetër në institucione dhe në vendimarrje, aty ku bëhen politikat. Ata që ishin prezent në protest, ose... Po ja ta zëm, kuvendi është institucion, apo aty me rëvendimet. Pse ju si zëvendës ministresh edhe si profesoresh, pse nuk u keni kërkuar sharrimet deputetëve, sepse ne kemi pyetur edhe deputetët e koalicionit Vlen, po ja me që juve ju kemi këtu, pse atë në institucion me që bo përmeni është kuvendi, pse nuk e kanë nënshkruar rezolutën? Atëherë, ne po shohim një modalitet ose formë se si t'ju ndihmojmë, si t'ju dalim në ndihmë, si ta zgjidhim këtë, sepse kemi trashëguar shumë problematika ose shumë zbrastira juridike që studentët tanë një ndërta është çështja e studentëve. Por padyshim që kemi bërë një grup, një ekip që po miren që t'i japim fund kësaj dhe studentët do të japin provimin në gjuhën shqipe. Padyshim këtë e tham. Jo vetëm të jurisprudencës, por më shumë në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, edhe aty ishte në gjuhën maqedone. Me ardhjen e Vlenit, provimet profesionale tani japin në gjuhën shqipe. Fal ministrit me cilën është i pakënaqur Vleni. Nuk do ta komentoja këtë si të tillë, nuk më takon mua ta komentoj, unë kam raporte Po shumë të mira. kështu e din publiku, opinioni publik. Mund të jetë një interpretim. Dakor. Unë nuk kam një raport të tensionuar diçka me ministrin, madje përkundrazi, kemi një raport shumë të mirë dhe po shoh që politikat e mia me kundrejt ndryshimeve ligjore, siç është ligji për familjen edhe kërkesat që më adresohen se jam e asaj fushë, t'ja pasoj ati që ta informoj se çfarë ndryshime ka fuqi të bën dhe mund t'i bën këtë moment. Të kthehemi te studentët. Po. Kishte në protesta njerëz të cilët nuk e di me çfarë fytyre mund të shkosh ti tek një student edhe ta përkrash, kur ti se ke përkrah aty ku e ke pas të drejtën për ndryshim. Cilët janë Po këto të shumë pjesëmarrës? ishin, disa dhe u keq pritën. Të tjerë do të thotë nuk Po, është ata që u keq pritën, u arsyetuan se ka qenë planin skenuar nga Zoti Begjidi dhe Zoti Latifi. Çfarë tjetër do thonë? Nuk është e vërtetë absolutisht. Po. Nuk është e vërtetë, nuk mendoj se është ashtu, nuk kam një format të tillë. Dakor, po. Por që vërtet studentëve duhet t'ju japim ndihmën që meritojnë. Unë jam shumë krenare, thash edhe një herë, që janë infrastrukturë aty ku shërbej, po mundem t'ju ndihmoj në krimin e një kampusi universitar që atyre do t'ju shërbej, por jo vetëm studentëve të Universitetit Nën Tereza duhet të gjithë i përkrajnë. Atë që mund të them është se përkraja ime do të jenë aty prej ku e kam vendin dhe ku shërbej tani, edhe përkrajen tani fizike që të dalim, do ta festojmë kur të vjen momenti dhe provimi do t'jepet në gjuhën shqipe dhe do të jetë shumë shpejt. Çështja edhe në këtë situatë do të jetë shumë shpejt, sepse është hera e tretë, parametër kohor, po na jepni këtë që shumë shpejt. Po shumë shpejt. Mirë. Çështja e ligjit për arsimin e lartë, për cilësi dhe për shkencë, pra u miratua në kuvent pas mbledhjes së dakorduar mes koalicionit Vlen dhe VMRO DPMN-s. Tani ju edhe si profesoresh universitare, por edhe si përfaqësuese e Vlenit. Ka pasur edhe kritika të shumta, debate të shumta për këtë ligj, si e vlerësoni ju? U bën ndryshimet që u kërkuan, u dëgjua zëri i universiteteve shqiptare, profesorëve aty, rektorëve, prorektorëve kështu me radhë. Ishte një ligj që në fillim ndoshta kishte pak ngjyra diskriminues ose ishte shumë i centralizuar dhe tani ndoshta po flas më shumë nga aspekti profesional, sepse është një ligj që me cilin më tangon edhe mua si profesoresh, por me gjetëm mirëkuptim në koalicionin që kemi ose me ministren aktuale të arsimit dhe arritëm që të gjitha këto vërejtjet tona të miren parasysh, duke filluar me heqjen e indeksit, edhe pse akoma ka kritika në aspektin, për shembull, forumi për ndryshimin e arsim, kritikon akoma edhe me këto ndryshime, me cilat është miratuar ky ligj, çështja e nepotizmit, pra si dispozit ligjore nga ndryshimet e vitit 2018 tani është larguar, pra çështja e asaj që profesorët universitar mund të krijojnë pra perandori aty duke u lënë
vendet e tyre dhe trashëgimtarëve që vinë pas tyre, për të çështja e nepotizmit? Ata profesorët të cilët nuk është praktik tani që një profesor universitar aty ta ketë edhe fëmijën e tij, e nipin e kështu me radhë, to siç është edhe në mjeksi dhe gjithandej, është për hir të vërtetës, duhet të plotësoj shumë kriteriume për të arritur atë dhe ti vetë në këtë periudhë, edhe se nuk është e lehtë për të arritur për të futur në akademi. Edhe tani me ligjin aktual kemi shumë kriteriume, nota mesatare, publikime, të gjithë jetën studion në një farë forme për të arritur thirrjet tona. Pra ju si profesoresh jeni e kënaqur me këto ndryshime që janë paraparë në këto 3 ligje? Po, sepse i favorizon dhe nuk i përjashton universitetet shqiptare në bazë të asaj se çfarë u kërkua. Kështu që unë mendoj se është një ligj solid. Mirë. Te çështja e ndryshimeve kushtetuese dhe vazhdimit të rrugtimit të vendit drejt Bashkimit Evropian, kryeministri i vendit ka deklaruar shumë qartë që tani për tani nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese. Se vlerësoni ju, sepse çështjen e afateve tani ju nuk po përmendni këto afate kohore, por më herët keni përmendur. Si vlen ka qenë kushtimi i parë për 6 muajt e parë. Pastaj ky 6 muaj u bën një vit dhe tashmë nuk ju dëgjojmë teksa jepni afate kohore. Por ku ka ngel procesi aflitet të paktën për ndryshimet kushtetuese për brenda kabinetit qeveritar? Integrimi në Unionin Evropian është padyshim i nevojshëm. Është një prej strategjive tona, nismave tona, synimeve tona dhe si vlen. Çdo bllokim i këtyre proceseve shkon në dëm të zhvillimit të vendit, shkon në dëm të statusit të qytetarëve, të ecjes para të tyre ose të një standardi më të lartë jetësor. Tash për hir të së vërtetës, në opinion, ka një klim të mirë për antarësim dhe dëshirojnë qytetarët antarësimin në Unionin Evropian, por kjo duhet të mirret me një qasje shumë serioze, sepse kërkohen ndryshime kushtetuese. E dim se për neve, si vlen, nuk ka, jemi pro deblokimi të çfarëdo lloj arsye që... Po duket që nuk po mjafton veç me qenë pra. Po kjo është një çështje e cila kërkon një konsensus më të gjerë, edhe politik edhe shoqëror. Këtu është një temë e cila duhet të matet mirë pulsi i gjithë shoqërisë. A ka vleni kapacitet edhe potencial me kushzu vëmëron për me i bo ndryshimet kushtetuese? Unë nuk mendoj se duhet të shkojmë në një formë të tillë me anë të kushëzimeve. Unë mendoj që po sepse kalon 2 vite dhe nëse i lëm gjërat që të vinë vetë në vend, ashtu të rregullohen kështu në mënyrë graduale, po ngjan që nuk po bëhet kjo punë. Unë mendoj që gjithçka kërkon momentin e vet, edhe është një proces. Edhe ne po flasim tani për 2 vite, por procesi për eurointegrimet që sa vite tani më është. Unë mendoj që ata pala maqedonëse janë senzitiv në këtë drejtim, sepse ndryshuan emrin edhe tani kërkohet edhe ndryshimi i kushtetutës, po nuk është një kusht i vetëm, do thoja, sepse nuk dihet sa është i fundit, apo do të del edhe një tjetër bllokim tjetër. Kështu që nuk dihet sa është kjo e fundit edhe me këtë asaj integrohemi në BE. Kështu që unë mendoj se është një e mirë e përbashkët, një rrugtim i përbashkët dhe besoj që do të jenë koha kur edhe të gjitha palët do të jenë pro dhe do të jenë momenti i ndryshimit. Mirë. Çështja e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat u miratua në qeveri dhe është në proces të rrugtimit për të kaluar në kuvend, në legjislativ. Si e keni parë ju, vlerësoni që ky ligj vërtet do ta rregulloj statusin e shqiptarëve në vend, sepse ky ligj pra buron nga balancuesi. Përmes balancuesit ka pasur edhe keqpërdorime, por ka pasur edhe vërtet për të qenë korrekt me opinionin, ka pasur edhe avancime dhe punësime të shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera. Kështu që përmes ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pa mekanizma ndëshkuese, kështu si është, do ta rregulloj kjo statusin? Kështu. Unë pajtohem me pjesën tënde që ka pat anë pozitive, por tani mandej filloj të keqpërdoret në aspektin e kombësisë ose përkatësisë etnike, më falni, po. Edhe nëse bëjmë vetëm një krahasim, një mjet ose një vegël, s'po di si ta quaj, dhe një ligj, fuqia ligjore është shumë më peshon më shumë se një ju e njeni mirë ligjin, mirë, po kur ligji nuk ka mekanizma ndëshkuese, a është vërtet ligj i denjë për tu
zbatuar, sepse ne e dim ligjet ekzistojnë ose ndëshkimet ekzistojnë, sepse ligjet ku nuk zbatuan. Tani kemi një ligj, përballë kemi një ligj që nuk ka masa ndëshkuese. Patjetër që çdo dispozit ligjore ka dispozicione dhe sanksione me automatizëm, do të thotë. Por janë që këtë ligj e kemi diskutuar këtu edhe me zotin Fetaj, edhe me mysafirët e tjerë, edhe me jures ngjashëm kolegë tuaj, dhe çështja e sanksioneve ndëshkuese mungon. Kjo është një ligj i cili i ka inkorporuar të gjitha vërejtjet e Komisionit të Venecias, apo me ato që është kërkuar prej tyre, ne i kemi inkorporuar. Nuk është një ligj që u bë brenda natës, u punua gjatë, u pasqyruan të gjitha ose u eliminuan të gjitha ato paqartësi. Deshëm të bëjmë një ligj që është i qartë, që është koncis, që ofron një mbrojtje tamam, sepse deri tani e dim se ligjet pak a shumë kanë pasur zbrastira të tilla, të cilat nuk kanë ofruar edhe një garancë. Unë mendoj se ky ligj në formën që është përpiluar do të ofron garancë, edhe nëse e krahasojmë me mjetin që ka qenë deri tani, unë mendoj që është shumë në epërsi. Ligjet nuk janë të përjetshme, gjithmonë ndryshojnë, apo kemi hapësira për ndryshime ligjore, nëse shohim se dikun ka prap ngeci ose dikun pesha juridike nuk qenë ka aq e forca për të mbrojtur përfaqësimin e drejtë, padyshim që mund të pëson edhe ndryshime, por mendoj që në krahasim me të kaluarën dhe atë çfarë kemi pasur, ligji është shumë më adekuat dhe më cilësor dhe në kuptimin ofron mbrojtje më të madhe. Sepse e dini ju më mirë se ne, se ligji është mbi individin, mirë po për ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat e keni lënë pra një pozitë që sot është një zëvendës kryeministër shqiptar, nesër nuk e dim kush do të jetë, kujdeset për këtë. Do thotë derisa ligji është mbi individin, për tani është një zëvendës kryeministër që do të kujdeset për procesin e zbatueshmërisë së këtij ligji. Ju duket pak paradoksale? Ligji për të respektuar nuk ka nevojë për një trup koordinues që të ofrojë mbrojtje. Po ja që këtë ligj po, kjo është vetëm edhe një masë shtesë që të sigurohemi që nuk do të kemi devijime të përfaqësimit të drejtës shqiptarëve. Mirë, jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur këtë intervistë, keni filluar me organizimet e 9 majit për kongresin e koalicionit Blen, ku janë punët, procesi si po ecën? Kemi filluar, është një datë që do të jetë për ne historike, është një datë që kemi pritur shumë, ka qenë një proces, pak a shumë ne veç më jemi konsoliduar si Blen, po tani edhe juridikisht do të kemi kongresin. Ideologjia politike e Vlenit mbetet ajo, sundimi së drejtës, integrimi në Bashkimin Evropian, luftimi i korrupsionit e kështu me radhë, po punojmë që të strukturohet, të kemi një fuqi të votës shqiptare në Vlen, kështu që besoj që me 9 maj edhe kjo do të ketë një... Do të merë më në fund ai debati se apo shkrihet Vleni apo nuk po shkrihet. Ka pasur shumë dilema, por ja që dëshmuam se po ja dalim. Ka akoma kohë deri më 9 maj, do ta shohim. Zonën Zekolli, ishte kënaqësi, faleminderit për kohën tuaj. Shumë faleminderit për ftesën, koleg, kënaqësia ishte ime. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.